Miqësia e vërtet është si një dritë që ndriçon edhe në errësirën e shpirtit. Ajo nuk kërkon shpërblim, sepse gëzimi më i madh është të shohësh mikun tënd të lumtur. Të kesh një mik të sinqert do të thotë të kesh një pasuri që nuk zbehet me vitet, por që rritet me çdo kujtim, çdo ndihmë dhe çdo buzëqeshje të ndarë.